Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Egli Tako është e lidhur jashtë, i dashuri është instruktor palestre, del në sheshe vërteta. I ftuar sot në një emision ka qenë ish banori Gert Fera, i cili së bashku me Atalantën kanë analizuar lojën dhe situatat në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Duke qenë se gjithçka është duke u afruar drejt finales, dinamikat kanë ndryshuar shumë dhe secili synon të fitojë. Teksa po diskutonin, ata u ndalën edhe tek raporti i Eglit dhe Gjestit, për të cilin aktori Gert Fera u shpreh i bindur se nuk besoj se Egli është kaq puritane, sa kur doli tani më na paska krijuar një lloj mendimi ndryshe për njeriu që me demek do. Ka bërë atë kthesën e madhe që unë nuk e bëj më për ty sepse kështu e do ti. Në të vërtetë Egli ka gjërat e saj për të na thënë. Pasi ka dalë jashtë, ka kuptuar që Gjesti mund të ketë diçka të vetën. Ai shtoi më pas se kjo Egli, a ka ndonjë gjë për të na thënë neve në fund të fundit, apo do të vazhdoj të na tregojë që unë hyra në shtëpi për të pastruar imazhin dhe jam ajo goca e mirë? Çfarë është kjo? Po shikojmë çuditëra. Kam për të thënë që Egli ka një lidhje jashtë, i dashuri është duke e pritur. Kam bërë të dy me fjalë lojë që kjo të sillet në këtë mënyrë. I dashuri i Eglit është instruktor palestre, si dhe vet ajo. Gert Fera, me këtë të vërtetë që tha, ngriti shumë pikpyetje për lojën e Eglit.